Miq të dashur, të ora 24.tv dhe almakos.com, po takohemi përsëri sot për të diskutuar mbi fenë islame. Vendi ynë kulturalisht njihet si vend që praktikon dhe ndjek fenë islame, mirëpo sa realisht e njohim atë. Për të diskutuar më tepër mbi këtë temë, kam të ftuar sot profesorin universitar Musa Musai. Mirë se erdhët, profesor. Si qëtëm? Kënaqësi që të kemi. A thuhet si gjithmonë e vërteta për fenë, sidomos për besimin islam? Shqipni, do thotë në përgjithësi ajo që ka thuhet nëse aludojmë tek atë çfarë njerëzit flasin, komentojnë, bisedojnë, interpretojnë, kjo ma është interpretim i fesë, nuk është vetë feja. Keni parasysh, veçmas nëse flasëm edhe për interpretimin e burimeve kryesore, fetare, do thënë, diskutojmë për një diskurs të ndërtuar mbi idenë, mbi mendimin, mbi njohjen, mbi arsyet, mbi, do thënë, ekspertizën, ose mbi atë pjesë në të cilën njerëzit mund ta njohin profesionalisht një fushë të caktuar, por derisa themi ne, sipas meje, unë mendoj se, unë e kuptoj në këtë drejtim, atëherë kuptohet për një diskurs më të gjerë, për një laramani mendimesh, interpretimesh, tek të cilat nuk do të thotë, sepse nëse flasëm për të vërtetën absolute e thot vetëm Zoti dhe asgjë tjetër. Apo çdo gjë tjetër është interpretimi i asaj çfarë është thënë aty. Edhe unë mendoj se në këto rrethana shpeshherë njerëzit e kanë të vështirë ta dallojnë ato çfarë është interpretim dhe shpjegim apo komentim mbi atë çfarë thuhet lidhje me fen, edhe vetë feja çfarë ka për mbajtje. Kur jeni këtu, unë e kam pa që vazhdimisht feja realisht keq interpretohet dhe nuk thuhet ajo që realisht duhet thënë. Cili mund të jetë qëllimi i këtyre shpërndarjeve apo të teorive jo të vërteta të fesë? E tash, unë nuk them se mendimet e ndryshme nuk do të thotë se patjetër të jenë jashta kornizave të cilat kanë të bëjnë me interpretimin ose me shpjegimet mbi fenë, por kanë të bëjnë me qasjet e ndryshme të njerëzve lidhje me një interpretim të caktuar. Për atë arsye, nuk duhet të thonë se nëse ekzistojnë mendime të ndryshme dhe detyrimisht vetëm njëri prej tyre duhet të jetë i saktë, atë tjerët krejt janë të gabuar, në këtë drejtim mendoj ka nevojë shumë për ta kuptuar metodologjinë e punës, qasjen, për të kuptuar edhe fushat e vetë studimeve mbi fenë, për arsye se po, feja është një tërësi, por e cila ka përmasa, ka dimensionet e saja. Edhe këto dimensione mund të shtrihen në shumë fusha. Po e themi, fusha e cila ka të bëj me apologetikën, ne i themi. Apologetika është, do të thotë, shkenca mbi kushtet e besimit. Fusha e cila ka të bëj me të drejtën, është fushë tjetër. Fusha e cila ka të bëj me traditën, ose po e themi, apo me traditën profetike, që ka të bëj hadithet, suneti, profetit, edhe shumë çështje tjera, edhe do të thënë, këto përmasa kërkojnë në vetvete njerëz studiues që realisht janë duke ndodhur brenda, nëse flasëm për besimin islam, brenda këtyre 14 shekujve e sa vite që kanë kaluar, njerëzit kanë dhënë kontributet e tyre në këto fusha, në këto çështje, edhe ka ekziston mundësia që në mesin e dietarëve edhe më të famshëm, edhe më të njohur që i ka provenienca, po e them islame, të ketë pas mendime të ndryshme. Divergjenca në mendim nuk prodhon me detyrim edhe ndarje ose sektarizëm ose qarje në mendime në kuptimin në grupe të ndryshme. Por njerëzit janë ata të cilët ndoshta një mendim të cilin unë e marr të gatshëm, pa mos e elaboru, pa mos qenë ekspert, pa mos qenë kompetent për fushë të caktuar, apo një mendimi jap pozicionin se ajo është i vërtet, të tjerët janë krejt gabim. E tash kushem unë ai që e them, apo përsëri një njeri, apo një njeri cili ka backgroundin e tij, e ka formimin e tij, e ka ngritjen e tij, po e themi, dhe në këto rrethana jam i mendimit se në të shumtën e rasteve njerëzit krijojnë përshtypje të gabuara, madje ka njerëz që edhe apo këtë e llogaritin si një lloj kataklizme, sepse një feja ka shumë interpretime, ka shumë shpjegime nga më të ndryshmet.
s'duhet më u frikë prej saj. Vetëm duhet me pa se ku mund të qëndroj ajo pika më e përafërt me atë që ka njeriu ndjen, edhe atë që njeriu dëshiron ta njoh. Sepse ky relacion është shumë i rëndësishëm. Ne diçka mund ta duam aq sa e njohim. Në mosnjohje unë nuk e di se ekziston apo dashuri ose përkushtim ndaj tij. Dhe ky relacion i besimit, dimensionin e parë sipas meje, e ka prej pikës së njohjes. Do të thënë, sa më shumë që ne e njohim Zotin dhe atë që Zoti ka krijuar, aq më shumë mund t'i përkushtohemi atij. Sa më pak njohuri mund të ketë mënyrë e lidhjes për Zotin në mënyrë të verbër, le të themi. Apo në mënyrë që mund të llogaritet në një farë forme, nuk them se jam një fanatik duket e di kurse, por në fanatizëm çfarë ka qëndrime të cilat kanë informata të pakta, informata jo të formuara mjaftueshëm, jo të detajizuara në shumë çështje. Për atë arsye, në këtë drejtim mendoj se edhe vetë besimtarëve disi t'u jepen sqarime të nevojshme, madje edhe profesionale, që mendimet ndryshe mos shihen sikur apo është fundi i botës, sepse në fundje nëse themi që jemi njerëz, atëherë njeriu prodhon mendim. Prodhon mendim mbi bazën e njohurive që ka, mbi bazën e mënyrës se si i percepton ato njohuri. Ja, ne mund të kemi pamjen e qytetit, apo? Por nëse të dy vendosim që të shikojmë në një drejtim të njëjtë, interpretimet do jenë të ndryshme. Ju mund ta shihni natyrën, unë mund t'i shoh ndërtesat, te ju mund të duken perdet apo të ndonjë banese të caktuar, te unë mund të duken pengesat e antenave ose gjërave tjera të caktuara. Patjetër që këndvështrimet gjithmonë janë të ndryshme dhe secili ka mendimet edhe kuptimet e veta. Mirë po, si predikues i fesë, ke përgjegjësi morale për të prediku atë që është e vërtet, fjalën e Zotit. Edhe njerëzit e marrin për bazë atë që e thua. Sa ju jipet platforma, po të them ndryshe, sa e marrin vetë platformën individ të caktuar për të ligjeruar atë që nuk është fjala e Zotit, edhe madje ndonjëherë është e bërë edhe për vetë përfitime personale? Është shumë çështje ndërlikuar në kuptim, jo për të dhënë diçka, mendim, por e ndërlikuar në kuptimin e asaj, sepse ne nuk mund t'i përcaktojmë njerëzit për çfarë qëllimesh realizojnë veprime të caktuara. Nëse edhe këtë aftësi do ta kishim pas, mendoj se do ishim diçka mbi njeriu. Por nga ajo që shohëm në realitet, do të thonë deri diku mund ta kuptojmë, thash, faktin që njerëzit mund të thonë mendime të ndryshme, njerëzit mund të kenë qasjen e tyre të ndryshme në relacion me besimin, në relacion me fe, në relacion me mënyrën se si e kuptojnë atë, kjo vetiu kërkon më pas, nëse shkojmë në fazën tjetër, apo njohurit janë, vullneti është, perceptimi është, shqisat tona janë të koncentruara për të prodhuar një mendim të caktuar, atëherë çfarë pason pas kësaj modeli? Do të thënë, nuk mund të ketë besim i cili do promovoj vlera, apo do promovoj mirësjellje, do promovoj vetë kontrollin, ose ja, në këtë rast agjërimit, abstenimin nga ushqimet, gjërat, këto, por nuk do e theksosh abstenimin, po e themi nga përgojimi, abstenimin nga shpifjet, në të njëjtën masë është e mëkatshme dhe ndaluar sa të privosh veten prej ushqimit edhe prej këtyre çështjeve që kanë të bëjnë më shumë me potën materiale ose organizmin e njeriut, a në anën tjetër për shembull mos e promovosh edhe faktin e abstenimeve nga të cilat njeriu duhet të distancohet kur është në pyetje raporti ndërnjerëzor, relacionet me tjetrin, relacionet me tregun, relacionet, nuk e di, me punën. Për shembull, apo themi, duhet punuar 8 orë dhe shkon punon 5 orë. Do të thonë, edhe ti përsëri thue unë agjeroj, apo do të thonë në këtë drejtim ose dikush që nuk paguan faturat, ose do të thënë është përgjegjësi. E keni parasysh se tash sa ka logjik mos paguarja e faturës së ujit, po e them,
apo të shkojsh prej atij uji të marrësh abdes edhe të pajisesh me abdes për të falur. Kontradikt në vetë. Është në vetvete. Jo rastësisht them se për mendimin tim, interpretimi nëse nuk është i shoqëruar me ndërtimin e modelit, a modeli du t'jetë konkret, atë që e shohim. Mendoj se ekzistojnë themi kontradiktoritete ose mos përputhje lidhje me ato çfarë mund të jetë informacion dhe njohuri mbi fen edhe ato çfarë duhet të jetë ndërtim i domosdoshëm lidhje në këtë çështje. Madje prej këtyre shembujve që mua më kalon përshtypje thuhet se njëri prej shokëve të profetit alayhis salam, do të thonë Omeri radiallahu anhu ashtu përmendet, e ka mësuar një prej kaptinave të Kur'anit që ka qenë, po e them, më e gjata, kaptina Bekare, e ka mësuar për 7 vite, po e them, apo dikush do të po mirë, s'ka pas mundësi. Jo, ai për të mësuar përmendësh ka ditë edhe qindra poezi, po e themi edhe si të them, antologji poezish, do të thënë libra të formuara të poezive përmendësh, por në këtë rast nuk ka qenë problemi tek mbamendja ose tek vendosja e porosive kuranore në hipokampusin ose në atë qendrën memorizuese të njeriut, por problemi ka qenë se ai çdo gjë që e ka mësuar, vetvetes ja ka bërë edhe obligim që të njëjtën ta praktikojë. Dhe kjo e ndryshon shumë çështjen. Para se të flasim për çështje të tjera më konkrete rreth islamit dhe besimit, dua të japim një sqarim më të thellë për ata që kanë them dilema mbi fen. Çfarë është besimi dhe si mund të përkufizohet ajo në mënyrë më të thjeshtë për ata që janë në kërkim të një kuptimi më të thellë? Për shembull, unë ligjëroj dhe landën e psikologjisë së religionit. Dhe aty ne përcaktojmë se besimi prej njeriut kërkon, apo në mënyrë të paluhatshme të pastroj çdo gjë që ka të bëjë me format e politeizmit. Po, do të thonë duke e vendosur në epiqendër Zotin, një, të vetëm. Më pas, do të thonë ta pranosh atë, edhe ti nënshtrohesh atij. Kjo është komponente e besimit. Apo, kjo është ajo çfarë kërkon besimi prej nesh. E të është në këto relacione që njerëzit nuk e gjejnë veten brenda këtyre komponentave. Po e themi të besoj në një Zot të vetëm, apo ai ka të drejtë të përcaktohet për çdo një lloj besimi, duke filluar prej politeizmit, agnosticizmit, apo gnostikëve të caktuar, nuk e di, formave tjera të besimeve, mos i përmendim me emra, po e themi, apo hinduizmi, shintoizmi, budizmi, edhe shumë të tjera, madje edhe vetë ateizmi është një formë, sepse në esencë ateizmi, atë që e promovon është thirrja që mos besohet në Zot. Përsëri preokupimi është Zoti. E keni parasysh, do të thonë, kjo çështje diçka që ne e mbajmë për vete dhe e shohëm si vlerë të madhe, besimi është çështje individuale, është çështje e cila nuk ndërtohet në relacion dhe varësisht nga të tjerët, sepse atë nuk është bindja ime, por është diçka që mund të vijë si e imponuar, apo po e them në periudhën e komunizmit, nuk flas për te ne, po e marr Shqipërinë, apo në vitin 1967, do të thotë çdo një formë e aktivitetit fetar, cilës do formë ka qenë ndaluar rreptësisht me ligj. E keni parasysh, do të thonë, edhe ju përjashtohet mundësia që ta promovoni atë çfarë keni si besim ose ju ndalohet e njëjta. Por kjo neve të tjerëve që besojmë nuk na jep asnjë themi të drejtë, po e them juridike për të ndërhyrë në çështjet edhe në bindjet e të tjerëve. Apo po e them liria e besimit përmenda është çështje shumë individuale, shumë personale. Dhe për këtë vetëm unë mbaj përgjegjësi se si besoj, sa e kam bindjen, sa jam i bindur në atë që besoj, dhe ja sa jam i gatshëm për t'ju nënshtruar gjithë asaj çfarë del prej këtyre burimeve fetare. Në këtë aspekt mendoj se ka nevojë njerëzit ta shohën këtë relacion edhe sa i përket njerëzve të tjerë që nuk kanë ndoshta prirje për të besuar. Profesor, sa ndikon feja në përballimin e krizave, qofshin ato individuale apo shoqërore? Shifni, tash për shembull keni kap një komponente e cila është shumë e rëndësishme
në jetën e zhvilluar të njerëzve ose të individëve, mund ta themi, të cilët i japën rëndësi i besimit. Unë nisi prej vet, apo po e them edhe në cilësinë e profesorit të psikologjisë, edhe në cilësinë e një teologu që ka të kryer të drejtim, e them prej pikës së motivimit. Do të thonë, nëse ju besoni në një Zot i cili epiqendër e ka njeriun të shpalljes, të dërgimit të profetëve, dhe në ato shpallje, në ato revelata ka kultivuar, si themi, vlera të tilla në të cilat thuhet Zoti yt asnjëherë nuk të braktis, apo dhe asnjëherë nuk është i hidhëruar me ty. Imagjinojeni, do të thonë, nëse ne do kishim pas një relacion tonin të ndërtuar me të tjerët dhe kërkesat e të tjerëve të na radite njëra pas tjetrës, mund të vim në situatë themi e bollma. Zoti nuk thot bollma. Do të thonë, ai thot kur do që robi pyet për mua, unë jam aty. Janë dimensione të jashtëzakonshme të afërsisë që Zoti e ka në relacion me njeriun, veçmas ai që më i ka besuar dhe janë nështruar vullnetit të tij. Shifni, kur do, nuk është nëse, për shembull Zoti nëse do kishte thënë nëse robi im pyet, atëherë është me kusht. Por thot kur do. Paramendojeni ju mos i lajmëroheni prindërve të juaj 6 muaj. As celular, as post, as gjë, edhe pas 6 muajve thirr mamin ose prindin, edhe babin, edhe gjëja e parë mund t'jetë kjo, ku ke qenë deri tash, që nuk je lajmërua, po. E tash kjo ka të bëjë me, unë them me njerëzit, Zoti nuk të pyet ti ku ke qenë që 2 vjet, 5 vjet nuk je fal, nuk ka agjëru, apo nuk i ke praktiku këto rregull. Po thot aty janë. Kjo mënyrë besoni që do të thënë çdo kush që do e kish pa këtë përkrahje, këtë mbështetje, këtë afërsi kaq të madhe që Zoti e krijon në relacion me njeriun apo me besimtarin, për mendimin tim do të thënë aspekte më motivuese, më përkrahse, më si të them, ato energjidhënëse. E tash ky relacion i kësaj dhe i asaj pikës në të cilën Zoti thotë se një çështje nuk ndodh, domethënë Zoti nuk e mbyll asnjëherë derën e pendesës. Apo, domethënë krejt është qasja për t'i bë me dije njeriut se mundësia e rikuperimit dhe mundësia e përmirësimit të tij si individ në çështje të caktuara gjithmonë ekziston. E tani ky relacion i kësaj përkrahjeje ne flasim për shembull shëndet mental. Në psikologji, shëndet mental është gjendja më optimale e njeriut në të cilën ai kontrollon ndjenjat, nevojat, synimet, pikpamjet, qëndrimet dhe krejt këto kur janë të harmonizuara ne kemi shëndet mental. Të cilën gjë nuk mund të na ofroj bota fizike apo trupi fizik. Ju imagjinojeni këtu në qendër të Shkupit, ndonjëherë kur është po e themi trafiku. Apo tash keni veturën të mirë, me klima, muzikën ose ndonjë melodi, çfarë dëshironi mund ta lëshoni, mund të keni ndonjë lëng jashtë Ramazanit po flas, mund të keni edhe ndonjë ushqim të caktuar, pse njeriu ngushtohet? Pse nervozohet njeriu? Apo kushtet fizike janë të plotësuara. Do të thonë në veturë i sigurt, temperaturën sa duam ne e rregullojmë, nevojat caktuara për shembull për ndonjë ushqim, për ndonjë pije. Do thonë edhe ajo pjesa e argëtimit tjetë e pranishme, do thonë ata që ndëgjojnë ilahije, le të ndëgjojnë ilahije, këta që do ndëgjojnë për shembull muzikë, do ndëgjojnë muzikë, e pse ngushtohet njeriu? Do thonë shpirtërisht, shëndeti mental nuk është në nivelin e duhur në të cilën njeriu edhe sfidën ta sheh mundësi. Kjo është shumë e madhe. Sfidat ti shohësh mundësi. Apo momentin e caktuar mos jesh pengi i momentit, por ta shohësh pak në një këndvështrim më universal, më të gjerë botën, jetën. Nuk e kupton se ti vetëm je në atë një orë që ke ngel pengi i trafikut ose i momentit, i kallaballëkut në një situatë caktuar.
Besimi këtu është komponenta, pasuria më e madhe. Është një gur i çmuar, një diamant i jashtëzakonshëm i cili shkëlqen në krejta aspektet për t'ja bë me dije njeriu të që ka dalë. Jeta ka më shumë për të ofruar. Bota vazhdimisht ndryshon edhe vazhdimisht ka gjëra të reja për të ofruar. Apo shkon drejt sekularizimit apo besimit edhe më të madh? Edhe të më bësh një paralelizim me vendin tonë në krahasim me vendet e tjera të botës. Unë mbaj mend, do të thënë, në periudhën e studimeve dhe postdoktoriale, do të thënë edhe pas asaj, diskutoheshte mileniumi i tretë, çka është koncepti bazik i mileniumit të tretë. Do të thënë kishte ide të ndryshme, por disa prej atyre ideve, veçmas nga studiuesit që merren me teologjin, me religionin, me fen, apo implikimet e saj në jetën shoqërore, ata thonin se do jetë mileniumi i tretë, do jetë mileniumi i spiritualizmit, apo spiritualitetit. Sot unë e shoh dhe analizoj për shembull zhvillimet në psikologji dhe tek psikologët. Besoni, në të shumtën e rasteve, për shembull, diskutohet me të madhe për psikologjinë pozitive, jo pozitiviste që ka qenë pozitivizmi si drejtimi i filozofisë, jo. Edhe ti kur e sheh në pozitivitetin e vetë psikologjisë, sheh mirëqenien e njeriut, sheh vetë kontrollin, sheh synimet e larta. Çfarë janë synimet e larta në psikologji? Vetë realizimin, për të cilin flet Abraham Maslowi. Apo, ose sheh Rogersin në kuptimin si të funksionojë në mënyrë të plot njeriu. Apo, ata janë shkallë dhe etapa që preferohen dhe të cilat neve në mas të madhe na dëshmojnë faktin se sa është i pranishëm. Përtej asaj, pajtohen, shumë mirë përmendet çështjen e spiritualizmit, çështjen edhe të ateizmit. Është një trend, po e them veçmas, po e them për botën perëndimore, nëse i merrni shtetet e Skandinavisë, do të thënë hulumtimet empirike që janë bërë këto 10 vitet e fundit, tregojnë për një ateizim të theksuar të shoqërisë, veçmas pjesës skandinave, Zvicra, Gjermania deri diku, po edhe vende tjera të cilat po përfshihen nga kjo. Ose atë pjesën që përmendet sekularizmin, do të thonë që është koncepti i filozofisë franceze, e keni parasysh, do të thonë Franca është bartse e kësaj ides në të cilën thotë se apo jeta e shtetit ose jeta në kuadër të shtetit dhe organizimeve shtetërore duhet të jetë ndarë prej asaj çfarë është religioze dhe religioni nuk do të ketë shumë qasje brenda. Të gjitha këto njerëzit të cilët i shohen si formate të përshtatshme për ta. Do të thënë, mos mendojmë ne se apo tash pse njerëzit nëse ateizohen, po e them, unë nuk e dëshiroj për njeriu diçka të tillë, por po e them, nëse ateizohen, pse mendoni se Zoti do brengoset aq shumë që do i vijë keq dhe do mendoj se do zvoglohet madhështia e tij? Jo. Pse? E keni vetë, ajo është qenia absolute. Edhe nuk mund t'jeti përfshim, shkun, gjinaf, do të thonë vetëm ne vetë këndej. Do ishte shumë situatë qesharake edhe e pa vend, por them, gjithmonë, nëse i marrëm për shembull prej njeriu të parë këndej, pajtohemi, shoqëritë kanë ditë të krijojnë edhe divergjenca, edhe përplasje me komponentat e besimit, ndonjëherë edhe të jenë në paqe me to, ndonjëherë edhe të ndahen prej saj. Por jeta shoqërore ka vazhduar dhe unë mendoj se këtu është ajo mundësia që çdo kush që ka diçka vlerë, po çfarë preferon panairin për të promovuar çfarë posedon. Dhe në ato panaire ekspozon gjëra, ose edhe ekspozitat e artistëve, pse bëhen, do të thonë ajo dija akumuluar, ajo përvoja e ndërtuar, njeriu dëshiron që ta ndajë me të tjerët. E tash, për shembull, një pikturë apo mund të jetë një vizatim shumë i bukur i natyrës, mirë po nuk mund të jetë sa është vetë natyra. Ajo është vizatim mbi natyrën. Nuk mund të përsëritet. Apo, në natyrën, në pikturën që e ka bërë Zoti, aty zogu nuk rinë vetëm ndeg pasiv, po edhe e këndon këngën e tij. Apo, drujt nuk rinë vetëm në mënyrë statike, po e tregojnë gjallërimin e vet ose atë ndryshimin e vet që ndodhen. Që vetë njeriu nëse e mendon, paramendoni, 28 ditë ne kemi lëkurë 3, apo? Komplet. Për 6 javë njeriu ka mëlçi 3. Për 365 ditë 98% e çdo një atome qelizë që ne kemi në organizëm është e re. Që i bie se unë model sot i lindur në vitin 1970 nuk jam model i 2025-s. Kështu është relacioni me Zotin.
Vetëm energjia pozitive në relacion me besimin ta jep këtë bindje dhe këtë mundësi dhe këtë shpresë që ta kuptojmë se sa madhështore është ajo. Në shoqërinë tonë vazhdimisht bëhet një ndarje midis atyre që konsiderojnë modern dhe atyre që konsiderojnë besimtar. Si mund të komentohet kjo? Unë se di modern ose moderniteti është koncept filozofik mbi avansimin ku ka arrit një shoqëri, duke qenë edhe pjesë e kulturës edhe pjesë e qytetërimit. Apo, sepse modernizmi shkon me mundësinë e lehtësimit të kushteve dhe rrethanave për jetë. Pse duhet përzierë kjo me religionin? Për mendimin tim, do të thonë, plot njerëz që mund të jenë shumë modern, madje edhe postmodern, kanë arrit postmodernitetin edhe është religios. E çka atëherë, do të thonë, për shembull, në momentin që Ronaldo e shënon një gol, apo e keni parë, pse duhet të bëj kriqin ose të tregoj lart? Të ajo merit e kam vetë ati. Por njeriu është mirënjohës. Dhe ky relacion i besimit, shihni sa është e përshpirtshme rasti kur ju ndjeni nevojën për një qenje transcendente. Dhe ajo qenje është e mbinatyrshme. Dhe ai relacioni juaj me të është shumë i praafërt dhe ju e ndjeni atë. Dhe kjo ka të bëjë me personalisht me ju. Për atë arsye, unë në mënyrë po e them të strikte, po e them se nuk duhet të ekzistoj se njerëzit që veten e konsiderojnë modern dhe për atë arsye s'kan lidhje me religionin ose me fejen, edhe këta që nuk janë modern, detyrimisht do të jenë fetar. E keni parasysh, për mendimin tim, nuk do kishte shkuar dhe nuk duhet të jetë në një stil jetese të caktuar e cila ka të bëjë, do të thonë, modernizmi, postmodernizmi janë në vetvete edhe filozofi jete, po janë edhe drejtime të caktuara filozofike në të cilat ne e shohim sa ka avancuar njeriu. Qoftë edhe në mendim, qoftë edhe në zbulime, qoftë edhe në përmirësimin e kushteve, qoftë edhe në krejt teknologjizimin që po na ndodhen. Paramendojeni, do të thonë, teknologjizimin ne nuk e kritikojmë, por ne themi se ato që Erich Fromm e ka përmendur, njeriu me vetë vullnetin e tij aratisje nga liria, do të thonë ne vetë humbim lirinë tonë. Pse? Sepse njeriu e ka problem të largohet prej celularit. Të shtrohet dilema, a e ka blej ky celularin, a celularin e ka blej lirin tonë. Kjo është koncept edhe janë dilema të këndshme që unë shumë i diskutoj dhe shumë gjatë duhet të diskutoj dhe a thua valë po robotizohemi, po tjetërsohemi, po të huajsohemi. Janë shumë koncepte të thella që ma e liga e kësaj është nëse dikush ka pretendimin për të na bërë robot të lumtur, me të vërtet nuk jam shumë i interesuar tash për tash. Që nuk e di se çka do ndodhi. Si mund të ndihmojnë brezat e ri që të kuptojnë edhe përqafojnë besimin pa u ndjerë të shtypur prej këtyre normave shoqërore? Në besim parimi bazik duhet të jetë dashuria për Zotin, jo frika. Shifni, tani në diskursin e ndërtuar mbi interpretimin për Zotin, këtu mund të bëjmë krahasime shumë interesante. Do të thonë, është një prirje dhe ka shumë njerëz që janë të pajtuar qetë, në paqe me veten, edhe me krejt ato që ka i rrethon, ata thonë se kusht i vetëm, jo i pari ose i dyti, i vetëm është ta kultivosh dijen edhe dashurinë mbi Zotin. Nëse dija ekziston dhe rritet çdo ditë, aq më tepër, është edhe në relacione shoqërore. Ne kë e duam më shumë atë që e njohim më së miri. Dhe me ato mund të rrim në një lloj paqe, në një lloj mirëkuptimi. Edhe kështu është në relacion me besimin. Por ekziston edhe një diskurs në të cilin ne shohim ato, po e themi atë fjalorin edhe kërcënues. E tash nëse i shohëm përmbajtjen e porosive kuranore, ajeteve 6236 ajete sa janë në Kur'an, aty ju vetë do të shihni se po jap vetes të drejtë të jap mendim lidhje me këtë, apo? Por e them se edhe si qasje ekziston mesin e dietarëve, të cilët thonë se përmbajtja kuranore është më shumë shpresëdhanëse se sa kërcënuese. Do të thonë shumica dërmuese ajeteve të Kuranit flasin për, si të them, për diçka që mund ta motivojë njeriu. Apo, a mund të jetë thash më motivuese se sa ajo.
me vështirësinë vjen lehtësimi. Apo që do të thonë është një lloj përgatitjeje psiqike, mendore, por edhe fizike e njeriut që ta kuptoj se në jetë mund të ketë edhe sprova, edhe sfida. A ka logjik për shembull fakulteti i mjekësisë të marrë vendim, krejt fakultetet e mjekësisë thotë për keqardhje, thonë, gjyna, këto studentët mos lodhen 6 vjet, mos rrinë ta mësojnë anatominë, patofiziologjinë, edhe gjëra të tjera, po ja japëm për një ditë krejtëve diplomat edhe le të shkojnë. Po sfida është ajo që të bën më të fuqishëm. Apo ajo sfidë të bën më kompetent. Ajo që do thënë disi ti ke pas një përfshirje sa emocionale, mendore dhe ndjesore, në atë moment aq më shumë je rezilient, ne i themi në psikologji. Rezilienca çfarë është? Rezilienca është imunitet shpirtënor. Do thënë asgjë mos të bëj përshtypje. Njerëzit, nuk e di, po e them, le të flasin, le të përgojojnë, le të akuzojnë. Ti je në paqe me veten. Pse duhet të shqetësohesh për atë që dikush mund ta ketë thënë ose mund ta ketë interpretuar lidhje me ju. Bukuria e të jetuarit bashkarisht me komunitete tjera është se ka pluralizëm fetar. Si mund të ruhet integriteti i një besimi kundrejt këtij pluralizmi fetar? Edhe a kërcënohet prej tij? Shembujt do i marr me pjesën e cila ka të bëjë me gjendjet e hormoneve. Apo ne kemi hormonin e kënaqësisë që është dopamina, edhe kemi hormonin serotoninën, apo do të thonë që është e lumturisë. Do të thotë kënaqësia është te dopamina, lumturia është te serotonina. A ti thuhet kështu? Apo dopamina është individualiste, serotonina është kolektiviste. Do të thonë të mirën nuk ja don vetëm vetes. Po thotë apo unë jam mirë do kisha dash krejt bota tjetë në pajtueshmëri me atë që ekziston. Apo dopamina thotë është trupore, fizike. Serotonina është më shumë shpirtënore, është më e thellë, kështu si përjetim. Dopaminën e tregojnë për shembull është e kufizuar me mënyrën se sa ndërsa serotonina është paramenduani një kafe që e keni pi me një mike tua, ose me një person të afërt edhe para 5 vjetëve, sot kur ju kujtohet ua jep prap kënaqësi. Pse? Sa është serotonin, dhe është kolektiviste, apo dhe është në bashkëndjenjë si e tillë. Edhe në relacion me këto, po e them se besimi po që e përkrahën individualitetin e njeriut dhe ne jemi prej krijimit, sot nëse ekzistojnë 8 miliard njerëz, janë 8 miliard personalitete të papërsëritur. Apo, ne krejt mund të kemi frikë gjarprin, por mënyra se si frikemi jemi unik, të veçantë. Edhe në kuptimin e adrenalinës, edhe në kuptimin e performancave tjera organizmit tonë që e kemi, por edhe në shumë shfaqje tjera. E për atë arsye po e them se po, feja është si besim është individuale, si e jetuar është kolektive, është shoqërore. Sepse më e logjikshme është kjo, nëse unë kam një paqe në relacion me besimin, besiguri që do këshet më para, çfarë do këshet është më të afërm me vetmi. Disi tua promovoj atë. E në promovim sa do t'jemi suksesshëm, është krejtësisht diçka tjetër, sepse thamë, rritemi në ambiente, në sistema arsimore, apo në rrethana të caktuara të ndryshme, po e them edhe politike, edhe ekonomike, edhe shumë çështjeve tjera, por ajo që është në esencë, feja nuk mëton vetëm paqen edhe vetëm shpëtimin e individit, por shpëtimin e njerëzimit e ka për synim. Ofertën e ka për obligim t'ia bëj çdo një individi. E tash ne gjatë asaj që bëjmë ofertë për diçka të mirë, të përfituese, nuk duhet të demoralizohemi dhe të thyhemi shpirtërisht, po do na vi keq si rezultati i empatisë, inteligjencës emocionale, sepse dikush nuk e ka përkrahur mendimin tonë, por jo edhe të tjetërsohemi prej asaj çfarë jemi. Më vjen shumë mirë që e përmendet edhe politika në këtë mes, sepse do si do shohim që politika dhe feja kanë një lloj ndërlidhje. Sa shkojnë njëra me tjetrën? Në fe nuk ekzistojnë ideologji politike. Ajo që synohet është ato që Farabiu e ka përmend. Farabiu është, për mendimin tim, mësuesi i dytë mbas Aristotelit, llogaritet në filozofi.
ai ka përmendur, do të thënë, banorët e qytetit të lumtur. Keni parasysh? Dhe aty nuk vëhet një emër se si duhet ta ketë emrin sistemi i organizimit të jetës shoqërore, ose ato që bëjnë ideologjit edhe konceptet, po e themi, politike. Por megjithato, një person që jeton në këtë glob, apo në këtë univers, po e themi, në këtë tokë, detyrimisht që ka preferenca edhe jo preferencat e tija. Në momentin që ai mund të mos jetë as pak, se ka njerëz që thonë unë jam apolitik, nuk mund të jesh apolitik. Derisa thue nuk e pëlqej rrugën se si është asfaltuar, derisa thue nuk e pëlqej shërbimin, ose nuk më pëlqen mënyra se si realizohen politikat e shtetit, ato faturat, këto, do të ti je i politizuar realisht edhe je i prirur për të patur një qëndrim politik lidhje me këtë. Megjithatë, ne nuk flasim për diçka, ideologji politike të cilën feja do ta kishte preferuar, apo si koncepte dhe t'i vënë emër asaj, por ofron modele të shoqërive në të cilat drejtësia, apo mirëkuptimi, solidariteti, njohja e të drejtës së tjetrit, qoftë edhe në besim, qoftë edhe në pikpamje të ekonomisë ose mënyrës së organizimit të shtetit, unë kështu e shoh dhe kështu e interpretoj. Plot njerëz mund të kenë edhe mendim tjetër, do të thënë, unë nuk jam burimi i fesë, e keni parasysh. Unë jam njohës dhe në kuadër të atyre njohurive të mia të pakta, të kufizuara, mendoj se e kam të drejtën për ta dhënë një mendim pas gjithë atyre përvojave dhe viteve të kaluara me studime ose me kulumtime të caktuara. A përpiqet politika të përfitoj prej fesë? Pa diskutim. Do të thënë, nëse politika mendohet që është e koncept disi për të ardhur në pushtet, në atë rrugtim që e bën, unë mendoj se nuk ja falen asnjë fushë të caktuar prej të cilës mund të ketë përfitime. Kjo nuk i bën që gjithë politikë, apo mos bëjmë ndonjë digresion të gabuar, kjo nuk i bën gjithë politikanët, sepse ai që e ndjen, apo ka plot politikon që ndoshta mund ta ketë bindjen e tij fetare, mund të ketë qëndrimet e tija, veç mos nëse flasëm si ideologji konservatorizmi, duket se është më i afërt me konceptet fetare, sepse promovohet apo Zoti, vlerat e besimit, edhe në përgjithësi ato shihen si parametra drejt të cilave njëri orientohet, por kjo nuk do të thotë se ka mundësi që edhe njerëzit t'i kenë përdorur, mos them keq përdorur, t'i kenë përdorur, më mirë themi, apo përdor komponent të caktuar fetare për ta promovuar veten në një pasqyrë tjetër. Profesor, mua më vjen shumë keq që kjo bisedë dal nga dal po përfundon, mirë po për fund, do të kisha dashur një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin. Unë atë që e thash në fillim, do të thënë nëse mendohet për besimin dhe për fen si çështje të cilat e tangojnë jetën e secilit individ, tash çdo njeri është në vetvete personalitet, por e them se kur të manovrohet, kur të flitet, kur të operacionalizohet me çështje të cilat janë fetare, është mirë njerëzit të bëjnë vëmendje se për shembull në bazë të prioriteteve si duhet të radhitur. Nuk mundet ju një pacient i cili ka dhimbje të gishti i vogël i këmbës, edhe i njëjti pacient ka edhe problem me zemrën, edhe krejt mjekët të grumbullohen rreth tij për t'ia shëruar gishtin e vogël të këmbës, atëherë ne do kishim thënë këta janë amater. Këto s'kan lidhje me prioritetet që duhet t'i bëjnë. E tash, edhe njerëzit shpeshherë mund të futen në gjëra të cilat janë terciale, të rendit të tretë, dhe ato t'i promovojnë si çështjet më kryesore, keni parasysh. Do të ta filloj interpretimin mbi fen, ta filloj prej një pike e cila nuk shihet si pikë e domosdoshme. Thash, pikë e domosdoshme është besimi, e më pas edhe ndërtimi i besimit me dije, me përvoja, me bindje, për të ardhur. Një poet kur shkruan, kur akumulon inspirim, motivim, atëherë shaqen edhe në shkrim ato. Edhe një besimtar i cili akumulon dije, përvojë, dashuri, ai atëherë ka gatishmëri edhe për ta agjëruar. Agjërimi për të më nuk është uri dhe etje, po është ngopje shpirtënore. Ai person i cili kështu dhe në këtë format e formon veten, atëherë më
falja e namazit, apo nuk është vetëm detyrim i cili do të shpëtoj nga zjarmi i xhehenemit, po e them, por është komponent me të cilën ti e shfaq mirënjohjen tënde ndaj krijuesit tënd. Nëse ju çdo ditë fëmijës i jepni, pa them unë nipit ose djalit, ju jap çdo ditë ka 10.000 denar vetëm për të kafe të bëj qejf, apo. Edhe në mbrëmje, duke u kthej për në shtëpi, ai ti thom, më merr një gazoz, apo një lang për shembull me gaz. Edhe ai thotë, shif, kjo kushton 100 denar. Çfarë do kisha thënë? Po ti qenë ke mohuesi të mirave, 10.000 denar çdo ditë, apo peshqesh, edhe më në fund do të ta llogaritje edhe këtë. Për atë them, ata persona që e kanë këtë segment të mos njohjes, të mos përkushtimit, të mos të qenurit mirë njohës ndaj Zotit, ndaj krijuesit tonë, unë mendoj që ky relacion është e kaq shumë i ndërlidhur me këto komponenta edhe me këto përvoja që dija pastron ignorancën, dyshimet, suggestivitetet e ndryshme, apo obsesivitetet e njerëzve, që është shumë e rëndësishme, për cilës pike fillojmë ne interpretimin dhe shpjegimin mbi fen. Do shtë u zgjata këtë drejtim. Edhe njerë ju falenderoj shumë që ndatë kohën dhe pranuat jeni në çka stuhet. Ju uroj që të keni shëndet, mbarësi dhe gëzuar muaj i shenjtë të Ramazanit. Faleminderit shumë. Miq të dashur, edhe kësaj bisede erdhi fundi për të takuar përsëri javën e ardhshme. Faleminderit.